Se kjo çfarë ka ndodhur është një prej skandaleve më të mëdha. Prokuroria duhet të veprojë. Fatkeqësia në Kosovë është se prokuroria nuk reagon në mënyrë proaktive. Absolutisht është një dukuri e kundërshme, e papranueshme. Kemi kërkuar që të ketë rinorim të plotë. Në raport në falsifikimin e rezultatit zgjedhor përcakton dëmshmëri pejt 3 vite dhe forma e kualifikuar e saj është 5 vite. Definitivisht se kjo çfarë ka ndodhur është një prej skandaleve më të mëdha në kuptim të procesit të integritetit të zgjedhjeve që pas zgjedhjeve të vitit 2010. Dhe në rastin konkret definitivisht se duhet të ketë veprim të prokurorit. Do të thotë nuk mund të lidhemi në numra të caktuar. Modus operandi apo mënyra e veprimit është e njëjta tek gjitha partitë politike ku gjenden këto gabime. Prokuroria duhet të veprojë. Fatkeqësia në Kosovë është se prokuroria nuk reagon në mënyrë proaktive, mirë po vetëm kur të merr vesh do të thotë krejt Kosova se ka ndodhur diçka, atëherë aktivizohet edhe prokuroria. Dhe definitivisht se prokuroria duhet të aktivizohet në këtë drejtim për të hetuar do të thotë si komisionerët, si vëzhguesit, si kandidatët nëse kanë pasur gesh në këtë drejtim e gjitha çështjet e tjera për t'i hetuar në kuptim të ekzistimit apo mos ekzistimit të përgjegjësisë penale. Laura Pula, do thotë prokurori, është koordinatore kombëtare lidhur me procesin e zgjedhjeve dhe që definitivisht ajo duhet të ketë guxim profesional që nuk e kemi parë deri më tani dhe të dalë në konferencë për media dhe të tregojë se cilat janë gjëtjet, cilat janë situatat dhe çfarë do të bëjë prokurori i shtetit me këtë situatë. Absolutisht është një dukuri e kundërshme, e papranueshme. Kjo për faktin se mund të alendojë dhe mund të cenoj rënd integritetin zgjedhor në vend, ose me mi të themi integritetin e zgjedhjeve në vend, për shkak se Kosova, siç e dini, shohet si një vend që organizon procese zgjedhore mjaft të qeta, kredibile, ku rezultatet pranohen nga ana subjekteve politike. Megjithatë, ka një kohë gjatë që pasi të përfundoi dita e votimit, fillojnë disa probleme sa i përket numërimit të votave, qoftë të partive apo qoftë edhe të kandidatëve për deputet. Kemi kërkuar që të ketë rinorim të plotë për faktin se nga 40% që po numërohen tani të vendvotimeve të tërësishme të Kosovës, po vrehet që ka mospërputhje dhe diskrepancë të madhe mes votave të numëruara në QKN dhe atyre që po verifikohen tani në QNM. Prandaj mendojmë që është e udhës që të paktën të ketë një transparencë, një qartësi dhe vullneti i qytetarëve të shkojnë në vendin e duhur aty ku ata kanë shprehur në ditën e zgjedhjeve dhe asesi që kjo të mbetet në dorë dhe vullnetin e komisionerëve të KQS-së.